të negocojë Edi Rama? Po, javën që kaloi, ne patëm një lajm shumë të rëndësishëm që ishte raporti i Bar, që kishte një gjuhë shumë të ashpër dhe të gjitha ato që Edi Rama thoshte s'kan lidhje me procesin e antarësimit, se ne kemi bërë progres fantastik dhe Komisioni Evropian dhe vendet anëtare na njohin, në fakt ndodhi krejt e kundërta. Të gjitha problemet, edhe ato që ka ngritur opozita, ishin në këtë raport me një gjuhë aq të drejtë për drejtë sa asnjëherë nga Bashkimi Evropian. Dhe duke parë veta në këto lloj kushtesh të vështira, Edi Rama tani do përpiqet të rikuperojë marrëdhëniet, qoftë edhe me Greqinë, qoftë edhe duke bërë lëshimet e veta, do ta kuptojmë ditët e ardhshme, ndoshta edhe muajt e ardhshëm se çfarë synon të bëjë me Greqinë, por me këtë dosje ai e ka kthyer vetë në një patate të nxehtë, qoftë kur ishte në opozitë, qoftë tashmë në qeveri, duke luajtur për interesa të tjera, të palëve të tjera. E ka provokuar disa herë Greqinë, duke synuar ndoshta edhe një lloj sjellje agresive të Greqisë në BE që ai më pas ta përdorte si alibi, por në fakt Greqia përgjatë gjithë këtyre viteve nuk ka pasur asnjëherë një veto ndaj Shqipërisë për çështje politike, përfshirë këtu dhe çështjet e detit. Kështu që duke qenë se Rama nuk e ka këtë pra si alibi që thotë që ne u bllokuam për fajt të Greqisë, u përpoq që ta servir si lajm në disa media, por nuk i eci. Tani rikthehet në vëmendje, por do ta shikojmë nëse synimi i rikthimit të kësaj çështje në vëmendje është për ta çuar atë drejt zgjidhjes reale apo për ta përdorur edhe një herë si alibi për shkak të problemeve që ai ka me çështjet e tjera politike këtu. Ilda ka dy gjëra këtu. Korrupsionin e tjerë. E para, është e sigurt që në kohën kur u tentua marrëveshja e parë, doli gjykata kushtetuese, shpallën të kushtetueshmërinë, gjërat u bllokuan, megjithëse sot lideri i opozitës Sali Berisha bëri me dije që aso kohë marrëveshja kishte terma më të mirë për shkak edhe të 6 miljeve të famshme, të cilet aq pretendonte, aq u ra dakord të merrte Greqia. Ndërkohë, tashmë nuk është më kjo marrëveshje, pavarësisht gjykata kushtetuese ka kthyer mbrapsht, është në kushte të reja. Pra, e para që ndron rreziku se çfarë mund të çedohet dhe të kalohet ka 12 milje me shkuptoj, ato janë tashmë në tryezë, e para kjo. Dhe dyta është Shqipëria përgatitet për të shkuar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, kur më herët ka paguar një 1 milion euro, mos gaboj, ishin disa u morën ca studio ligjore të studionin, nuk u bë kur transparenca si shkuan e kështu me radhë. Si po shkojmë? Se gjykatë kushtetuese nuk respektojmë. Institucion presidenti kemi precedent. Shkojmë 15 ditë. Ashtu? Si po shkojmë? Po, ne jemi të gjithë në befasi këtu, sepse ai nuk bën transparent asgjë. Nuk ka, ju e mbani mend në kohën kur diskutohej marrëveshja me Greqinë, se si ajo përpoq që ta anashkalon të përgjegjësinë e tij për ta udhëhequr negociatat e kësaj marrëveshje dhe thoshte asë kohë që presidenti Ilir Meta është ai që ka bllokuar negociatat, sepse nuk i jep plot fuqinë kryeministrit dhe ministrit të jashtëm, se Edi Rama atëherë ishte edhe ministër të jashtëm, nëse mban mend, edhe kryeministër. Gjë që nuk ishte vërtet në fakt. Dhe këtë presidenti Meta atëherë pati bërë edhe publike, pati çuar edhe një letër të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, pati bërë transparencë plotë edhe me palë greke, ku shpjegonte që në fakt në tryezën e presidentit nuk ka ardhur asnjëherë një kërkesë për autorizimin e ri, pra të një grupi negociator që do të udhëhiqej nga kryeministri Rama për të vazhduar negociatat me Greqinë. Kështu që gjërat që atëherë kanë mbetur në këtë nivel, ne kemi patur më pas deklarata të vullnetit, të mirë, të palëve që duan të shkojnë drejt gjykatës, por kemi parë dhe një vendim Këshillit të Ministrave që paguan një kompani. Që su marrë vesh asnjë. Por edhe për atë kompani, kjo është e gjitha e dyshim, sepse çdo palë që do të merret me negocimin e marrëveshjes do duhet të ketë plot fuqinë e presidentit të Republikës 1. Brenda plot fuqisë së presidentit të Republikës askush nuk mund të dalë jashtë apo përtej kornizës që ka përcaktuar vendimi i gjykatës kushtetuese. Është përcaktues, pra ai nuk jo thjesht e ka ndërzuar marrëveshjen, ka qenë vendimi i gjykatës që nuk lë shumë hapësirë për manovrim. Është shumë i kufizuar dhe askush nuk ka të drejtën që të lëshojë një autorizim që shkon përtej këtij vendimi që ka dhënë dhe gjykata kushtetuese. Por ne sot dim që nga presidenti i Republikës nuk kemi një plot fuqi për ta autorizuar askënd, asnjë grup negociator, asnjë kompani të huaj dhe askënd që të përfaqësojë interesat e Republikës së Shqipërisë në raport me Greqinë në lidhje me këtë marrëveshje. Se çfarë do të vijojë përtej kësaj, nëse do të jetë ministri, se si rregull është Ministria e Jashtme që udhëheq negociatat, pavarësisht se kë do të marrë si
kompani ndihmëse ndoshta qeveria shqiptare. Titullari është por këto negociata do duhet të udhëhiqen nga Ministria e Punëve të Jashtme, në krye të cilit institucion tashmë është edhe një ministër që ka një problematik të vetën edhe individuale, sepse ka qenë dhe njëkohësisht ai që ka udhëhequr negociatat, kryet negociatori të marrëveshjes parë, por siç është denoncuar edhe nga Tedi Blushi, ka qenë dhe ai që ka denoncuar njëkohësisht marrëveshjen, pra ka një rol të dyshimt se çfarë interesash ka mbrojtur ai kur në rolin e atëhershëm dhe kjo bën edhe të dyshimt edhe sot rolin e tij. Se të është patate nxehtë duhet Edi Ramës, për çfarë arsye është patate nxehtë? Në të gjitha kuptimet është patate nxehtë, sepse e para, sepse Rama ka ditur të tregojë që nuk pyet për institucionet brenda. E para sepse Edi Rama do duhet që ta mbyll këtë çështje përpara çdo procesi të si thua afrimit në antarësimin e plotë të Shqipërisë. Do të jenë të zgjidhura të gjitha konfliktet Jo, nuk është kështu. Është sepse kuadri negociator i Shqipërisë është një dokument që është në fuqi, është dokumenti më i rëndësishëm në fuqi mes nesh dhe BE-s, e ka të përmendur në mënyrë të drejtpërdrejtë eksplicite detyrimin që Shqipëria ta zgjidhë të marrëveshje me Greqinë. Kjo është një gjë e pazakontë. Është nominative e shprehur. Rama nuk e ka bërë asnjëherë të ditur për publikun, ka qenë vetëm ish ministri Bushati që ka përmendur këtë pasi iku nga ministër dhe pasi u largua nga Partia Socialiste, por qeveria është përpikur që ta erësojë plotësisht këtë detyrim. Ky është një detyrim që ne kemi në kuadrin negociator, për cilin dhe qeveria ka rënë dakord dhe tani Edi Rama duhet manovrojë dhe të zgjedhë çfarë rrugë do të ndjek për ta zgjidhur çështjen. Është pengon tjetër përveç institucioneve shqiptare. Se tani marrëveshja e detit me Greqia ka marrëveshje, domethënë kërkon marrëveshje edhe me vende të tjera përveç Shqipërisë. Jo, nuk është puna se kërkon Greqia, kjo është diçka që duhet zgjidhur gjithsesi mes vendeve. Nuk është shumë mirë. Edi Rama me është në interesin e të dyja palëve, se duket sikur interes për këtë marrëveshje ka vetëm Greqia. Ka Shqipëria interesin e vet, patjetër, këtë dua të them. Që të mund të shfrytëzojë hapësirën e vet detare. Po duke qenë se termat janë tani nga 6 kanë kaluar në 12, dhe duke ditur që Edi Rama dhe më herët marrëveshjet i bën jo domosdoshmërisht në favor të Shqipërisë, pyetja që shtrohet është kjo.